punata. Unë s'dua t'i quaj fare këto as punata. Edhe i thot mamit kjo për zëre Miranda thot që ti iki. E mami mua nuk më thot gjithë historinë, po më thot kështu thot, mund të ikësh nga shtëpia që të vdesej qetë. Edhe unë duke mu dhimbsur mama ime se ajo ishte me kancer, dhe u largova. Unë ne nuk kemi bërë konflikte, asnjëra si motër. Ajo bënte shumë konflikte. Unë vajta për të marrë të frigoriferi. Mos u fut në dhëmë, tha se unë kam vënë babën në gjumë. Qysh e vën nusja babën në gjumë? Unë këtë nuk e kuptoj. Mbasi njerëzit që do ta dëgjojnë kuptojnë më shumë. E dashur, marrëdhënia jote me nënën dhe babain si ka qenë? Po çfarë do thoshim o deta, ligjin e bënte babai, nuk kishim neve të drejtë të flisnim për asnjë gjë. Por nëna e ndjera si reagonte tilla situata? Po si reagonte o deta, ajo i përtypte ndër vete, dhe thoshte moj bia. Ikne në për shtëpiat e juja se moj bia. Kupton shumë. Atëherë unë s'kuptoja o deta se isha fëmijë.